Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në Kosovë me nderimet më të larta, po përkujtohet epopeja e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, një testament i pathyeshëm i sakrificës, guximit dhe përkushtimit për lirinë. Kuadratet e forcës së sigurisë së Kosovës në kazermën Adem Jashari u rreshtuan për epopen ku kujtuan të rënët për liri. Për sakrificën e familjes Jashari, krerët e shtetit folën edhe para trupave të ushtrisë së Kosovës në kazermën që mban emrin e komandantit legjendar. U tha se marsi ka një simbolik të veçantë në historinë shqiptare dhe përfaqëson momentin kur Kosova vendosi të mos jetoj e gjunjëzuar. Zonja Presidente, njësitë Forcës Sigurisë Kosovës. Me nderim të rezistencës dhe rënjës heroike të familjes Jashari, një tjetër aktivitet në shënim të epopesë së UÇK-s është shënuar në Kuvendin e Kosovës. Nga tempulli i demokracisë u tha se marsi i vitit 1998 i dha drejtim të ri historisë së vendit tonë. Krerët e shtetit thanë se më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, në zemër të prekazit, historia mori një drejtim të ri, ku qëndresa, sakrifica, heroizmi dhe e ardhmja u bashkuan në një vend. Pikrisht më 5, 6 dhe 7 mars 1998, në zemër të prekazit, historia jonë mori drejtim të ri. Këtu qëndresa, sakrifica, heroizmi dhe ardhmja jonë në një vend. Në bedenat e kullave në prekaz qëndroi komandanti legjendari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari, bashkë me gjithë familjen e tij, duke zgjedhur sakrificën përpara përkuljes. Ata zgjodhën lirinë para frikës, e mbi të gjitha zgjodhën nderin para jetës. Në ato 3 ditë marsi u bë muaji i epopesë dhe i sakrificës që ringjalli një komb të tërë. Familja Jashari u bë kala, ndërkaq kullat e tyre u bën flamur i përhershëm i lirisë sonë. Komandanti Adem Jashari dhe gjithë Jasharajt atë ditë e dinin se çfarë dite kishte ardhur. Shtëpia që deri dje ishte e zakonshme u kthye në qendër të një përballjeje që ndryshoi historinë. Në 3 ditë luftime, e gjithë historia e Kosovës kaloi përmes Jasharajve dhe qëndresës së tyre, përmes vendosmërisë për të mos u larguar nga toka e tyre. Në ato ditë të përballjes së vullnetit për liri me aparatin e shtypjes, në prekaz, historia u shkrua me zjarr dhe me gjak. Toka u bë altar i lirisë e një familje u bë simbol kombëtar. Figura e kryekomandantit Adem Jashari e lidhur pasgjithshmërisht me fatin e familjes dhe të bashkëluftarëve të tij, u bë personifikim i vendosmërisë për të mos e pranuar nënshtrimin. Kjo sakrificë u përjetësua në vetdijen dhe kujtesën tonë kolektive si mësim i përhershëm se liria paguhet shtrejt, sa ajo është vlerë e panegociueshme dhe e drejtë e patjetërsueshme. Në rrjedhën historike të përpjekjeve të gjata politike e shoqërore për të drejta, barazi dhe dinjitet, kthesa në prekaz artikuloi qartë aspiratën e popullit të Kosovës për çlirim nga Serbia pushtuese. Kjo datë i mbledh së bashku të gjithë njerëzit e mirë dhe patriot pa dallime. Shembulli i sakrificës dhe heroizmit të komandantit legjendar Adem Jashari, i familjes Jashari dhe i luftëtarëve të UÇK-s, na bën që të jemi të vetëdijshëm se sa i shtrenjtë është atë dheu dhe si duhet t'i dalim Zot sa herë ka nevojë për ne. Me 5, 6 dhe 7 mars 1998, një familje shqiptare vendosi të qëndrojë në pragun e shtëpisë së vet përballë një ushtrie të tërë pushtuese. Por ato 3 ditë nuk janë vetëm një betejë në kalendarin e historisë sonë. Ato janë një mësim i përhershëm për vetë kuptimin e lirisë. Sepse ka momente kur historia nuk shkruhet nga numrat, nga fuqia ushtarake apo nga kalkulimet politike.
Historia shkruhet nga vendimet morale të njerëzve që refuzojnë të nështrohen. 28 vjetë më parë, me thirrjeve monumentale të brezave në përhistori, në këtë familje shqiptare, në familjen Jashari, Adem Jashari, Hamz Jashari, Shaban Jashari dhe 56 anëtar tjerë të familjes, të afërm e bashkëluftëtar, ranë në altarin e lirisë, duke dhënë vendet jo vetëm një histori sakrifice, por edhe një thirrje nacionale për përmbushjen e një rrugtimi që s'mund të ndalej më. Për 3 ditë me radhë, 5, 6 dhe 7 mars, familja Jashari qëndroi e pathyeshme përballë një makinerie të tërë ushtarake. Ata e dinin se çmimi ishte lartë, e dinin se rreziku ishte i madh, por mbi të gjitha e dinin se liria kërkon sakrificë. Edhe qeveria ka nderuar heroizmin e komandantit legjendar dhe të familjes Jashari. Kryeministri Albin Kurti tha se epopeja ushtrisë qëllimtare të Kosovës përfaqëson kthesën vendimtare në vetdijen tonë kombëtare dhe bashkimin popullor drejt lirisë dhe pavarësisë së vendit tonë. Historia e shteteve ndërtohet mbi ngjarje që i hapin shteg të ardhmes. Marsi i vitit 1998 është një ngjarje e atill. Në Prekaz, me 5, 6 dhe 7 mars 1998, ndodhi një përballje aq e pabarabartë, por me domethënie kaq të jashtëzakonshme. Në analit e historisë së Evropës nuk mund të gjendet një rast i vetëm kur për 3 ditë e 3 net rresht i bën rezistencë një familje liridashëse autoktone, një shteti policor e okupator. Ani se familja Jashari ishte rrethuar shumë fish nga mira forcat armatosura, të pajisura me makineri të rëndë dhe mjete ushtarake moderne të kohës, ata luftuan e qëndruan deri në fund, duke dhënë jetën e tyre për lirinë e të gjithë neve. Për këtë familje kishte kuptim vetëm një gjë: liria, sepse asgjë nuk është e vlefshme sikur ajo. Për këtë familje kishte kuptim vetëm një gjë: liria, sepse asgjë nuk është e vlefshme sikur ajo. Në kuadër të shënimit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sot ora e parë mësimore në të gjitha shkollat i kushtohet luftës çlirimtare të familjes Jashari. Ekipet e RTK-s kanë qëndruar në disa shkolla, ndërto edhe te shkolla fillore Shaban Jashari në Skënderaj. Ndjekim në vazhdim pjesë nga ora mësimore kushtuar kësaj familje nga mësuesja Ardita Idrizi dhe nxënësit e saj. Të dashur nxënës, sot është një ditë shumë e veçantë për ne. Është epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot edhe ju dukeni shumë bukur me këto rroba, me këto uniforma të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo uniformë mbartë me vete një histori dhe një peshë shumë të rëndë për të gjithë ata që kanë pasur fatin që ta veshën dhe të luftojnë për vendin e tyre. Me rastin e 28 vjetorit të epopesë UÇK-s në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani u hap ekspozita me titull Epopeja në kujtesën e shtypit kosovar 2000-2020, e cila sjell para publikut pasqyrimin e kësaj ngjarjeje historike në median e shkruar gjatë 2 dekadave. Po ashtu u hap edhe ekspozita fotografike ditënetët e zjarreve në Prekaz, me fotografi nga fotografi Sefer Aliçkaj, e cila përmes imazheve dokumentare sjell historinë në Prekaz. Sot përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. E para e shtetit Vjosa Osmani pritet të mbajë sot
një konferencë për media. Lajmi është konfirmuar nga zyra e presidentës, ndërsa orari sakt thuhet se do të bëhet i ditur më vonë. Ky njoftim vjen një ditë pas propozimit të Glauk Konjufsës, kandidat për president nga Lëvizja Vetëvendosje. Sipas kushtetutës, zgjedhja e presidentit duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Presidentja Vjosa Osmani ishte zgjedhur më 4 prill të vitit 2021. E derisa sot përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, Kryeministri Albin Kurti dhe kandidati për president nga Lëvizja Vetëvendosje Glauk Konjufsa janë deklaruar lidhur me situatën e krijuar për zgjedhjen e presidentit të ri. Kurti tha se pasdite duhet të vazhdojnë përpjekjet që ta zgjedhin presidentin, ndërsa Konjufsa tha se nëse partitë opozitare nuk propozojnë asnjë emër për postën e presidentit, kjo do të nënkuptonte se ato po e shtyjnë vendin drejt zgjedhjeve të reja. Sekretarja e përgjithshme PDK-s Vlora Qitaku ka thënë se nuk do të propozojnë kandidat për pozitën e presidentit pasi nuk dëshirojnë të bëjnë një gjë të tillë vetëm sa për t'i siguruar kuorumin kryeministrit Albin Kurti. Qitaku ka thënë se mbesin në qëndrimin që presidenti të jetë një emër unifikues që përfaqëson të gjithë qytetarët. Si Parti Demokratike e Kosovës kemi bërë pjesën tonë të punës. Jemi përgjigjur pozitivisht kërkesave për takim. Jemi munduar që të ofrojmë zgjidhje. Mirëpo, çfarë është kërkuar nga ne është në nënshtrim ndaj vullnetit politik të zotit Kurti. Zoti Kurti ka fituar 50% të votave dhe për atë arsye qeverisi vetëm e udhëheq kuvendin. Mirëpo, presidenti i Republikës duhet të jetë një grua apo burr që përfaqëson unitetin qytetar dhe mbi të gjitha, i cili apo e cila do të ishte gardiane e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Vazhdojmë me lajme të tjera. Në dhomat e specializuara në Hag ka përfunduar dëshminë dëshmitari i fundit i zyrës së prokurorit të specializuar Christopher Kelly në procesin gjyqësor ndaj Hashim Thaqit, Hajredin Kuqit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt dhe Fadil Fazliu, të cilët akuzohen për veprën penale pengim i drejtësisë. Sipas njoftimit, seanca e nesërme është anuluar dhe gjykimi është shtyr deri në një njoftim tjetër. Ndërkohë gjykata ka bërë të ditur se pas dëshmive të dëshmitarëve, palët trajtuan aspekte në lidhje me planifikimin e afateve dhe hapat e mëtejshëm në këtë proces. ZPS-ja duhet ta përfundoj paraqitjen e provave të saj deri më 18 mars. Ekipet e mbrojtjes, njoftimet e tyre rreth rrëzimit të akuzave duhet t'i dorëzojnë deri më 19 mars, derisa çdo mocion në mbështetje të këtyre njoftimeve duhet të dorëzohet deri më 25 mars. Autoriteti i konkurrencës ka njoftuar se ka filluar monitorimin e tregut të karburanteve, duke përfshirë tregtimin me shumicë dhe me pakicë, me fokus të veçantë te çmimet e naftës dhe benzinës në pikat e shitjes. Autoriteti bën të ditur se të gjitha ndërmarrjet që ushtrojnë veprimtari në tregtimin e karburanteve janë aktualisht nën monitorim. Autoriteti u bën thirrje bizneseve që të veprojnë në përputhje me parimet e konkurrencës së lirë dhe të ndershme, të shmangin çdo formë të bashkërendimit të çmimeve me operatorë të tjerë, si dhe të tregojnë përgjegjësi sociale ndaj qytetarëve dhe konsumatorëve, veçanërisht në këtë periudhë të zhvillimeve ekonomike dhe gjeopolitike. Nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.